Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër. Kjo është dalja ime e parë në një video të gjatë në YouTube, pas mungesës së njeriut që e doja shumë, të bashkëshortit tim, të babait të fëmijës tim. E kam shumë të vështirë të xhiroj, por ai më del në ëndra dhe më thot, vazhdo mos e lërkur YouTube-in. Këtë gjë ma thoshte edhe kur ishte gjallë, bënte gjithçka që unë të vazhdoja këtë punë, i pëlqente shumë. Kështu që jam këtu e fort, ose kështu gënjej veten të paktën, për atë, për mua dhe për djalin. Do flas në këtë video duke u përgjigjur disa pyetjeve tuaja që më keni bërë në YouTube dhe në Instagram, por përpara se të nis, një falënderim të veçantë për të gjithë ju që pavarësisht se më njihni ose jo, më keni mbështetur me ngrohtësi, me mesazhe, më keni mbështetur nga ana emocionale, monetare. Unë nuk e di nëse do t'ja u kthej ndonjëherë forcën që më keni dhënë, dashurinë, por jam e sigurt që do t'ja u kthej edhe unë në një lloj forme. Gjithë këto vite kam qenë këtu me ju, kam qenë shumë e lumtur, isha shumë pozitive në video, sepse gjithmonë kur unë xhiroja, diku në një cep të dhomës ishte edhe Alfo, dhe sot është era e parë që ai nuk është këtu. Më falni nëse jam e prekur, besoj justifikohet, nuk mund të dalë të shtiren të qesh, jam ajo që nuk kam dashur kur të dalë këtu dhe të qaj, por kjo nuk është një dhimbje e vogël, kjo është një dhimbje që nuk ka fjalë, domethënë, edhe në raste të tilla nuk mund ta fsheh. Çdo rast tjetër mbase e kam fshehur, kam kaluar shumë dhimbje të tjera që nuk preferoja t'i ndaja, por kjo nuk fshihet. Ju betojmë që kjo nuk fshihet. Gjithsesi, ju falenderoj me zemër, falenderoj Zotin për forcën që po më jep, dhe falenderoj Alfon që mbase më jep dhe ai forcë dhe dashuria e tij që kam për të, edhe pse ai s'është fizikisht, është me mua gjithmonë shpirtërisht, sepse dashuria vërtet nuk vdes kurrë. Edhe unë këtë shikoj edhe në sytë e rejt, ai më la dhuratën më të bukur, kështu që do vazhdoj para për të, derisa një ditë jem prap me të, unë do jem këtu për të kujdesur për djalin tim, për veten, për njerëzit që më duan dhe i dua. Nisim me pyetjen e parë. Përshëndetje, Jona, si fillim dua të pyes si edhe si është shëndeti jot mendor e fizik. Nuk jam mirë, normalisht, as shpirtërisht, as fizikisht. Nuk jam fare mirë, madje fizikisht po bëj disa analiza, ka nisur të më bien flokët me tufa. Shpresoj ta marr veten. Shëndeti mendor, okej, nuk mbaj mend shumë gjëra, këtë periudhë kam qenë si në shok, shumë situata nuk e di si ka ndodhur, domethënë kam qenë si në ajër, por shpresoj ta marr veten. E Jona, ku ke vendosur të shkosh pasi ndodhi kjo gjë? A ke vendosur të lesh Shqipërinë? Jo, nuk kam vendosur të lesh Shqipërinë, në Shqipëri do jetoj, unë Shqipërinë e dua shumë. Ne nuk duhet t'ja hedhim fajin askujt për gjërat që na ndodhin, përveç se ta pranojmë që gjërat ndonjëherë kështu janë të shkruara dhe nuk mund të dalim kundër vdekjes edhe kundër Zotit. Kështu që nuk kam pse ta lesh Shqipërinë, unë asnjëherë s'kam dashur të lesh Shqipërinë, por dua ta cek edhe që Alfo e kishte ëndër të jetonte këtu. Ai ishte aq i lumtur që më në fund nuk ishte më emigrant, por ishte duke jetuar në Shqipëri, ëndrrën e tij më të madhe, sepse ashtu janë disa gjëra që unë nuk mund t'i bëj publike, por ai po jetonte me të vërtet ëndrrën e tij më të madhe. Sapo e kishte nisur dhe e la për gjysmë. Shpresoj që një ditë ju tregoj edhe për këtë gjë, por nëse do arrit ta realizoj, do e realizoj me mesazhin që gjërat që ai la për gjysmë po i vazhdoj unë. Shpresoj një ditë ja dal, do t'ju flas një ditë për këtë. Një nga pyetjet më të shpeshta ishte a janë bërë ekzaminimet si ndodhi aksidenti Alfos. Shumë pyetje janë si ndodhi, pse ndodhi, pije, gjëra të tilla, jo. Nuk ka asgjë nga këto pije apo çfarë mund të mendohet shpejtësia, jo. Nuk ka të bëjë me këto, por ne akoma presim sepse gushti ka qenë pushim, edhe prokuroria na ka lajmëruar që mbase këtë muaj ose maksimumi në tetor do të na vi përgjigja, kështu që unë nuk di çfarë t'ju them, se as unë nuk e di si ndodhi. Nuk e di çfarë mund të ketë pasur diçka me shëndetin fizik, për shembull, ai më tha mua që i merreshin mend, edhe kështu që unë duke parë që ai ishte mirë kisha lajmëruar edhe policinë, por ja që ndodhi, kështu që të shohim nga çfarë ka erdhur, nga një përgjumje apo nga diçka tjetër me zemrën, kështu që kur të dali rezultati do e marr vesh edhe mbasenta edhe me ju.
Pyetja ime është si po ja del, të lutem bëhu e fortë. Si po ja dal? Nuk e çfarë bën. Do më thënë, ja del se s'ke si mos ja dalësh. Është diçka që njeriu duhet ta kuptoj, ta pranoj që jeta vazhdon, nuk mund ta ndalosh me zor. Shumë gjëra nuk dua t'i bëj, për shumë gjëra nuk kam dëshirë t'i bëj, por duhet. Sepse jo vetëm për veten, por jam e sigurt që dhe ai po t'ishte gjallë, do më thoshte vazhdo. Pastaj është dhe rej. Nuk di çfarë të them. Po ja dal, nuk e di si po ja dal. Faleminderit Zotit që po ja dal, mbase ai ma jep forcë. Kur i ndose dikujt tjetër diçka e tillë që e shikonim nëpër filma, nëpër lajme, nëpër të afërm, mendonim si ja del, por më besoni që të dhën ka Zoti një forcë që nuk jep dot askush shpjegim, askush. A ke bërë takime me psikolog si ta përballosh këtë situatë, sepse shumë veta bien dhe nuk rinkrihen. Jo, unë ende nuk kam bërë takime sepse unë thjesht ndjej që kam dhimbje, një dhimbje shumë të madhe dhe nuk besoj se ka ilaç që të heq dhimbjen. Pastaj nëse do e shikoj që unë nuk jam mirëmendërisht, se ku di unë kam, nuk e di çfarë mund të kem, domethënë angst, atak paniku, gjëra të tilla, normal që do kontaktoj një psikologe, por për momentin nuk mendoj se kam nevojë sepse thjesht kam dhimbje therrëse, domethënë thjesht kam një dhimbje të madhe. Si je, a ke nevojë për gjë? E lexova këtë sepse ishte një nga shumë mesazhet që ma dërgonit ju dhe zgjodha vetëm njërin për ta publikuar, jo të gjithë, për t'ju falenderuar të gjithëve ju që gjithmonë më keni pyetur a kisha nevojë për gjë, dhe ju falenderoj me zemër të gjithë ju që keni pyetur dhe të gjithë ju që më keni mbështetur. E thash dhe në fillim të videos, por doja ta thoja edhe tani. A je penduar për ndonjë gjë që s'ja ke thënë Alfos më parë, por që duhet ja kishe thënë? Jo, sepse unë ja thoja të gjitha. Ai mi thoshte të gjitha, unë ja thoja të gjitha, por vetë se burë e grua ne ishim shok, shumë shok të ngushtë. Dhe e di që do më mungoj gjithë jetën, vendi ti do jetë bosh gjithmonë, kudo që do jem. E këtu ku jam ulur, edhe kur ha, edhe kur pi kafe në mëngjesit, e kur bëj një xhiro. Më falni, nuk s'po e vazhdoj me këtë. Do mundojmë që këtë video pothuajse ta hedh siç është, pa edituar shumë, por mbase ndonjë pjesë ku do qaj shumë do ta heq, nuk e di. Nuk dua ta bëj vetëm me lot këtë videon, por nuk kam çfarë të bëj. Ju lutem të më mirë kuptoni. O e Jona, duhet të kthesh se je sheqer. Shumë faleminderit. Më bëre të buzëqesh pak. A ke patur ndonjë shenjë nga Rei? E ka kuptuar që s'jeton Alfa më? Se besoj ka shkuar gabim këtu. Rei nuk flasot për këto tema, se doni se qaj. Rei nuk flet, që ta kuptoj tamam, por e ndjen shumë. Me veprimet që i bën, e ve kokën tek tavolina ku punon të Alfo, tek ajo karigja ku ulej dhe punon të që e rëtullon të gjithmonë Alfo Rein dhe ai rëtullojt vetë tani. E ve kokën dhe rrisi i mërzitur aty, ose kap fotografit. Pikërisht jam u dhe Alfo pa i kap Alfon, te krau si që kapte edhe në realitet. Nuk po e vazhdoj as këtë pyetje, por që mendoj që ai e ndjen shumë edhe pse nuk e shpreh dot, sepse akoma nuk është që ai flet, akoma s'ka bërë 2 vjeç. Shpresoj që kur të rrit edhe pak, unë të di si t'ja shpjegoj. Nuk e di, dua të mendoj tani për këtë pjesë. Bravo zemër, keep going, kështu je shembull për shumë vajza të tjera. Big hug. Një përqafim të madh edhe për ty. Unë të vazhdoj, përveç se për veten, për Alfon, për Rein, por dhe për të gjitha ato vajza dhe gra që përjetojnë të njëjtën gjë si unë. Pra, që humbin dikë shumë të dashur, po sidomos bashkëshortin e tyre. Mbase duke më parë mua mendojnë që shiko se duhet të marr shembull nga Jona, unë dua të jem këtu edhe për një mesazh shumë të fortë që duhet të vazhdojmë para për fëmijët, për veten, për ëngjëllin që na iku. Shpresoj që me zemër të paktën të harri këtë gjë që dhimbjen që unë kam, ta kthej në forcë dhe të njëjtën gjë t'ja u transmetoj dhe ju që ju lutem kthejeni dhimbjen në forcë, sepse çfarë iku nuk kthehet më. Mbani kujtimet e bukura, kujtojnë duke buzëqeshur, por dhe duke qartë se dhe lotët bëjnë mirë të çlirojnë. Por ju lutem, mos bini poshtë që të mos ringriheni më. Ju lutem, çouni. Ja u thot një njeri që akoma s'po ngrihet dot, por doja dalim. A e ke menduar përsëri ikjen, a do dohet t'i ke prap në Zvicër? Është një pyetje që më bë
më duket a do jetosh më në Shqipëri, më bën në pyetjen e parë të dytë nuk e di sa, por që e thash. A mendon të vazhdosh YouTube-in me bashkëpunime? Vazhdoj për ne. E di që Alfo ka qenë mbështetja jote më e madhe, gjithmonë ka dashur që ti të vazhdosh YouTube-in. Po, për këtë po ju thoja edhe në pyetje të tjera, sepse të gjitha pyetjet rrotullohen rreth një teme. Për shembull, a do rish këtu, si ndodhi aksidenti, të gjitha janë të njëjtat, kështu që unë po mundohem t'i cek të gjitha nga pak që po do e vazhdoj YouTube-in, nuk e di sa, mendoj që siç ju kam thënë më parë, derisa të plakem, që të bëjmë ato recetat e nëna Jonës, siç ju kam thënë dhe dikur. Besoj që do ta vazhdoj edhe nëse do vazhdoj një punë tjetër fizike në një zyrë apo diku në shtet apo privat, nuk e di. Mendoj që do vazhdoj sa herë të kem kohë. Por tani për tani do vazhdoj. Ke rënë në depresion ose ankth gjatë kësaj periudhe të keqe që ke kaluar nëse po? Unë nuk jam mjeke, psikiatre, psikologe që t'i bëj një vlerësim vetes. Unë mendoj që nuk kam rënë në depresion, ose unë nuk dua ta pranoj, as në ankth. Por kam pasur situata që për shembull çdo ditë më dilte gjumi në të njëjtën orë, edhe më vinte kështu si të përzierje, dhe kjo është pjesë pak e ankthit, e mërzitjes, por tani nuk po më ndodh, faleminderit Zotit, se po të vazhdonte kjo gjendje, normalisht që do konsultohesha me një specialiste. Përse nuk ndërmore një hap, për shembull tek emisioni për shqiptarët, pasi Rei ka nevojë për ndihmë. Atëherë, unë dua t'ju them që po është e vërtet që Rei ka nevojë për ndihmë, dhe unë jam në një situatë që në momentin që ndodhi ishte, domethënë, tragjik, i papritur, shumë gjëra nuk i kisha në rregull, sepse siç e dini ne jetonim në Zvicër, edhe shumë gjëra i kemi të lidhura ande, duhet të pyesa ande, ndonjë avokat, ndonjë noter për të bërë disa procedura që duhen në lidhje me dokumentat, me ato pak të ardhura që kemi ande, kështu që për momentin unë isha në një situatë shumë të keqe. Dhe falenderoj me shpirt të gjitha koleget që më kanë shpërndar, kolege them, jo vetëm kolege si unë, por edhe vajza që janë influencera më të madha se unë, që kanë shumë njerëz që i ndjekin, edhe influencerat që janë si unë, edhe me më pak ndjekës dhe me më shumë s'ka rëndësi numri ndjekësve, por që më kanë shpërndar shumë vajza dhe gra që kanë influencë, dhe unë i falenderoj me zemër sepse kështu më ndihmuan që më dha një dorë që të paktën unë të kaloja sa të pak atë fazën, dhe tani më besoni që nga ajo ndihmë e madhe që më dha, unë po mendoj që t'ja dal vetë, po punoj, po bëj bashkëpunime, po bëj video, po bëj edhe pak shitje tek Fashion Jona, tek faqja që unë merrem me shitje, me rroba fëmijësh, me varse, si kjo. Unë për shembull këtu kam shkruar Alfo e jo, mund t'i bëni për njerëzit që keni familjar që keni gjallë, por dhe për njerëzit që ju mungojnë, është ky Infiniti për shembull që tregon atë lidhjen e përjetshme, kështu që po mundohem t'ja dal. Në qoftë se nuk do isha në këtë situatë dhe nuk do të çohesha dot të bëja video, të isha shumë keq, sigurisht që do kisha ndërmarr një hap më të madh duke shkuar në ndonjë emision. Nuk është turp të kërkosh ndihmë, mendoj, por unë as në Instagram nuk e kërkova ndihmën. Është e çuditshme se si vetë më ofruan të gjithë në mesazhe, nëse ke nevojë për gjë, nëse ke nevojë për gjë, aq mesazhe kisha sa mu bllokua Instagrami, dhe bëra një Reels ku tregoja që të gjithë njerëzit që dëshironi vërtet të më mbështesnin, mund ta bënin tek këtë dhëna që lash tek Reelsi. Nuk e quaj as për turp, as për lypje, nuk e di si mund ta quash, si mund ta quaj një njerëz që mbase aq e ka botën edhe nuk kupton, po për njerëzit si unë që kuptojnë, nuk është turp. Turp është të bësh turp. Kështu që nuk e di si do vi jeta, shpresoj që mos vi jeta deri aty që të më duhet të ndërmarr hapa të tillë pastaj. Jam e lumtur që të shoh të rikthesh, çfarë do na sjellësh, jemi të lumtur ta shohësh. Unë do vazhdoj si gjithmonë ato video që kanë qenë challenge, mbase do bëj diçka nga përditshmëria, ndonjë recet gatimi, ndonjë video mbase me Rei, nuk e di, s'kam vendosur gjë, po që do jem këtu do jem, se me çfarë video, si gjithmonë besoj. Zemra dhe pse zua ta kujtoj, po si e morë vesh lajmi dhe si është ndjer Rei, familjarët e tjerë si nga ana jote, nga ana Alfos, dje se keni një angjëll mbrojtës në qiell. Po, ai është angjëlli jon. Si e mora vesh, nuk dua ta cek këtë histori. Më kanë lajmëruar poshtë shtëpisë ka ardhur policia. Nuk e ka marrë vesh aty, sepse aty më thanë thjesht që ka bërë aksident dhe është në spital. Nuk ma thanë dot. Unë ato ditë kam qenë në shok total. Dhe vetëm ka që kam thënë një nga policëve, a merr frymazh gjallë?
Le të jetë gjallë, le të jetë në karrocë, le të jetë si të doj, është gjallë. Mos hanë shko se do ta shikosh në spital. Aty pastaj prap kisha një farë shprese që do ta shikoja, do më thoshte diçka. Pastaj në spital dëgjova një nga infermierët që nuk më pa isha me kuris, që i thoshte diku tjetër, pse i sollën këtu familjarët, pse nuk i çua në morg. Aty më shembur bota në 7 sekonda. Jam ullur në shkallë të spitalit, vetëm thoja nuk është e vërtet. Një nga shoqet më thoshte mblidhe mendje njona se ka ndodhur, jo thosha, nuk është ai. Këta ja fusin kot, nuk është ai. Në fillim e kam pasur shumë të theksura fazën e mohimit, nuk doja ta pranoja deri momentin që e pash. Dhe dua ta le këtu, nuk dua të vazhdoj më se çfarë pash, se si pash. Vazhdoj me pjesën që si janë ndjer Rej ja u shpjegova dhe pak më lart që ndjen, por s'është që kupton shumë. Dhe për pjesën e familjarëve, normalisht si nga ana ime janë keq, por dhe nga ana e Alfos normalisht që edhe më keq. Është gjë e tmerrshme, dhimbje e madhe të humbësh njeriun e familjes. Normalisht që dhimbja është e madhe për të gjithë ne. Si për mua, për familjen time, por edhe për familjen e Alfos. E Jona, a e ka ndjer Rej humbjen e Alfos dhe me këtë do jetoni, si ndodhi ngjarja? Të lutem përgjigju. Po, Rej e ka ndjer humbjen. E ka kuptuar pak a shumë, por ti të flas që ta thot, me këtë do jetoni. Unë edhe Rej imi vockël. Ishim një familje e vogël, e lumtur, tani do jemi edhe më e vogël. Unë edhe Rej, me ëndrat që u pre në mes, kishim shumë dëshirë t'i bënim një motër ose një vëlla, por halfondonte shumë t'i bënte një motër. Do jetoj unë dhe djali im i vogël, që e dua shumë, edhe shpresoj që kur të rritet të jetë krenar për mënyrën si do ta edukoj dhe si do ta arris. Dhe për forcën që do t'i tregoj, sepse ai duhet të shikoj një njerëz të fortë, jo një njerëz të dobët. I kam mbetur vetëm unë, kështu që forca e jona. Si e përjetove? Mendon që është mirë që pas sa kohësh të krijosh familje sepse djali është i vogël dhe ka nevojë? Alfa nuk e zëndëson. Nuk e marr për keq këtë pyetje, por nuk është momenti i dur të bëhet një pyetje e tillë. Këtë gjë ma kanë thënë edhe njerëz të njohur që më kanë takuar, njerëz të afërm që jeta vazhdon, një e re, domethënë njerëzit martohen 60 vjeç, e bla bla bla. Nuk dua të përgjigjem për këtë pjesë. Unë e kam plagën e hapur, si mund të mendoj këtë gjë, kur unë sapo pash njeriu që dua më shumë në një gjendje fatale, tragjike, si mund të kem imazhin e tij edhe të mendoj këto gjëra. Domethënë nuk jam marrë për keq, por duhet është një kohë që duhen kursyer këto gjëra, duhen kursyer këto pyetje. Edhe një nga mesazhet e fundit që do lexoj sepse janë aq shumë. Unë më duket se kam përzgjedhur 20 nga Insta dhe nga YouTube. E Jona je personazhi më pozitiv që kam njohur ndonjëherë ndërmjet YouTube. Dua të them bravo që e more kucimin dhe po lufton si një heroin për ëngjëllin tënd në tokë, edhe atë që ju mbron në qiell. Doja të dija pse emri i djalit është Rej, sepse na ke thënë ka lidhje diçka dhe si ka ndodhur dhe pse ngjarja. Si ka ndodhur dhe pse ju thash që si ka ndodhur, pse ka ndodhur aksident. Çfarë do thuash për një aksident? Ka qenë vet në makinë, nuk është që është përplasur me dikë tjetër dhe makina ka dalë nga rruga, ka rënë në liçen. Edhe detaje pastaj shëndeti si ishte e këto do i marrim vesh në momentin që del ekspertiza. Dhe emri Rej është vënë sepse unë dhe Alfo ishim një natë të dy duke ecur dhe pam në qiell një Rej që ishte bërë në formë zemre. Unë nuk e dija që isha shtatzan, pas 2-3 ditësh kam për testin dhe në atë moment i kam thënë Alfos, shiko se ne pam atë Rejnë dhe kjo ka qenë një shenjë mbase. Po tha i mbase dhe thash nëse është çu Preja, nëse është çun Rej, dhe kështu ishte çun dhe emri u vendos Rej. Kjo ishte video, më falni për këtë gjendjen që ju s'jeni mësuar të më shikonin ndonjëherë, por shpresoj të më rikthehet buzëqeshja, edhe të jem këtu me ju, me njerëzit që vërtet më duan dhe kam kuptuar në këtë periudhë që ndonjëherë më shumë të mbështesin ata që s'të kanë takuar kurrë, se sa njerëz që mund të kenë takuar. Ju falenderoj nga zemra të gjithëve, falenderoj familjarët, të njohurit, ndjekësit, ju puth. Ju dua.